Bashkimi Evropian synon të rrisë ndjeshëm gjatë 5 viteve të ardhshme arsenalin e armatimeve në samitin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare kanë rënë dakord të bëjnë gjithçka që është e mundur për të forcuar ndjeshëm aftësinë mbrojtëse të Evropës. Deri në vitin 2030 Bashkimi Evropian planifikon investime deri në 800 miliardë euro për mbrojtje. Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, dëshiron të krijojë ndër të tjera një instrument të ri financiar evropian që siguron kredi në një shumë të përgjithshme prej 150 miliardë eurosh. Ka gjithashtu plane për të lehtësuar, rregulloren dhe zbutur kërkesat ndaj industrisë së armëve. Shkaki i këtyre planeve është kërcënimi nga Rusia. Sipas Komisionit Evropian, Bashkimi Evropian duhet të përgatitet menjëherë për mundësinë e një lufte të gjerë për Rusinë. Situata konsiderohet veçanërisht e rrezikshme për shkak të njoftimeve të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka deklaruar se superfuqia bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë më në dispozicion pa kushte si një garantuese e paqes në Evropë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ishte i lidhur nëpërmes një video mesazhi për rithirrje Bashkimit Evropian që të mos heqë dorë nga mbështetja e saj për vendin e tij. Konkretisht ai kërkoi të paktën 5 miliardë euro për predha artillerie, por Bashkimi Evropian nuk premtoi për një herë ndihma të reja të mëdha për Ukrainën. Apeli i Zelenskit bazohet në një nismë të shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila në fillim të takimit në Bruksel bëri përsëri thirrje që të vijë në dispozicion një shumë përkatëse për dërgimin e municioneve dhe forcave të armatosura ukrainase. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha në samit se nuk do të pranojë asnjë vendim të ri të Bashkimit Evropian në favor të Ukrainës. Sikurse në samitin e posaçëm me 6 mars për shkak të vetës së Orbanit nuk arritet të miratohej një deklaratë e përbashkët e BE-s. Udhëheqësit e 26 vendeve të tjera anëtare riafirmuan më parë një deklaratë pa Orbanin se ata vazhdojnë të mbështesin pa kushte pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj, të njohur ndërkombëtarisht. Viktor Orban konsiderohet gjithnjë më i afërt me Moskën dhe gjithashtu një fan si presidentit amerikan Donald Trump. Në Bruksel u bë gjithashtu e qartë se pozicioni gjeografik çon në një pamje ndryshe mes vendeve të Evropës lindore dhe jugore në lidhje me Ukrainën. Kryeministri i Finlandës Petteri Orpo dhe presidenti i Lituanisë Gitanas Nausėda kërkuan që Ukraina të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian para vitit 2030, kurse Spanja sheh prioritete të tjera. Është e rëndësishme të merret parasysh se sfidat me të cilat përballemi me vendet jugore janë disi të ndryshme nga ato me të cilat përballet krahu lindor i Bashkimit Evropian, ka paralajmëruar kryeministri spanjoll Pedro Sánchez. Për ta, më shumë prioritet ka forcimi i kontrolleve kufitare dhe lufta kundër terrorizmit.